Pasha Allahun, nëse mërzitesh edhe frigohesh 24 orë gjatë ditës dhe natës, kur gjos ka me të godit jashtë asaj që Allahu Azza wa Jalla ka shkruar për ty. Dije se çdo send që ndodh jashtë fuqisë tënde, që ti s'ki dorë natë, ndonjë sprovë, ndonjë smundje, gjithçka që të vjen ty është hajër prej Zotit. Nëse do t'i kishim ne libra që Allahu Azza wa Jalla e ka shënuar fatin ton dhe t'i lexonim, pasha Allahun do t'ishim të kënaqur. Pasha Rabbul Aleminin do të kishim qenë të gëzuar, t'i lexonim dhe ta shifnim se pas çdo sprovës që Allahu Azza wa Jalla ka shënuar që t'na godet neve pa dëshirën ton, aty ka një hajër brenda saj. Allahu Azza wa Jalla me një ajet kuranor shumë të bukur na drejtohet ku thot: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum." Mund të ndodhë që ju të urreni diçka, e në realitet ajo është e mirë dhe e hajrit për juve, ndërsa edhe kundërta, mund të ndodhë që ju të doni diçka, ndërsa në realitet ajo është e keqe për juve. Andaj Allahu Azza wa Jalla e din e ju nuk e dini. Për këtë arsye, dashur muslimane, dashur besimtar, ka shumë njerëz që frigohen vazhdimisht se pi godet ndonjë sprove, ndonjë smundje, ratoje vetëm prej sot banoj qetë, shka është në shënimin e Allahut, që nuk është në dorën tënde, është e hajrit dhe e bereqeshme dhe e mirë për ty. Kjo është e garantuar prej Allahut Azza wa Jalla. Andaj, dërgoja atij i cili mërzitet vazhdimisht, e ka një breng, e ka një moment që frigohet vazhdimisht se mos për ndodhë diçka, dërgoja dhe rehatoje dhe gëzoje se asgjë nuk e godet jashta asaj që e ka shënuar Allahu Azza wa Jalla në librat e tij. E ta dini dashur vëllezër se Allahu Azza wa Jalla asnjëherë nuk dëshiron robin e tij me dëmtu, po gjithmonë dëshiron që atë me gëzu, e disa herë ti dërgon disa teste që ta shohe se ti e ke sinqerisht bindjen dhe dashurinë